Ai, Gjuna vëllanit. me diskutu ma atë çdo lloj fushë, muzik, regji, jeta, familja, shoqënia, politika, ekonomia, biznesi, sistemi, përgjigjet i ke një blitë sakta nga i. Një. Është fenomen njëri, ama në debat ke për ta barë, nuk është nga ta tipa që eskalon. A i rrallë herë mund bërtase, ama çdo fjalë që e ke nga i, e ke goditur, bam, bam, bam. Edhe pse mund duket butallik, ja keni për ta parë vetë ju. Prandaj ashun, ai është fenomen, ai është i gjithanshëm. Ama është super njëri ta kesh afër edhe si shoqni edhe si mik. Pa shat zot. Pranë atij je vetëm i fitum nga gjitha anët, nga gjitha mirësit. Jo pun interesi, po edhe në jetë reale. Ati i trokitën deri, bërë një telefon e shok i thjesht tjetë, a i bën çdo gjë. A i ka çdo gjë, nuk vun asnjë gjë. A i vetëm bën gjëra, për të prodhu gjëra akoma më shumë jetën e vetë, ama është shumë shpirt mirë, pa shat zot. Vetëm unë kam problemi me atë për disa budalliqet aty, në aspektin mashkull femër e lidhje raport, ama nuk e din. Për zotin është njësh. Familje, shoqni, vetë. I ka vetëm një 2-3 pjesë, problemet, ku tipin në raport mashkull femër. Ja keni për ta parë vetë ju këta ditë. Beso që është super. Rrugës, a? Do një kafe turke? Po kjo është pa kajmak, se lash për vetën, ta bëj një Ç'është tjetër. kajmak? Jo, s'ka problem, s'ki nevojë më bë, që e ki për vete pije. Jo, e lash me që është pa kajmak, se njerëzit e pinë pa kajmak. Edhe thash ndoshta ke problem pa kajmak. Kajmak je ka thu slak? Po, që aja e trosha që bëhet. Urdhro merës. Na i thojmë A kajmak. e ki për vete? Jo. Është risku jot. Thjesht doja për të mirën e të tjerëve mos ju afroj pa kajmak. Po merre dhe të bëft mirë. Gëna orë to. Mi mëngjes. Familje, si shoqni edhe si vet ai personalisht. Sa ai ndoshta kështu nuk e shfaq shumë veten. Pa ai kur i flet fjalët, i flet fjalët shumë me vend, edhe nuk është më kot që i flet ata fjalë. Ai madje ka edhe shumë gjëra që nuk i flet dot këtu, se nuk janë për nivelin për t'i folë në reality show, se jo shumica e publikut e kupton e llogarit budallik. Pse u hi pro mrana ai kur ti e mrana nëse s'don mi ditë publika? Për ne të dy? Po. Ndoshta është kuptu jashtë, edhe se ka problem. Ai deri momentin e fundit gjithmonë ma ka thënë po jo. Edhe një hall që ai e ka pas, ka qenë ti do futesh aty brenda, ti do krijosh lidhje me dikë. Unë i kam thënë, unë nuk do krijoj lidhje, Jo, mas nuk është, nuk